nga misteret më të mëdha të Shqipërisë në 25 vitet e fundit dhe shekullit të 21. Zhdukja e 6 vjeçares Bleona Mata me 22 maj 2010 në fshatin e saj Zapod. Pas 16 vitesh, nëna e saj Bukurie Mata rikujtoi në një intervistë me gazetarin Blendi Fevziu momentet e fundit parë se e bija të zhdukej pa lënë gjurmë. Sipas saj, ngjarja ndodhi rreth orës 17:40 të pasdites së 22 majit, kur Bleona po luante bashkë fshatar para një dyqani në fshat. Ajo rrofen se vajza e xhaxhait të Bleonës, Qamilia, e mori me vete me pretekstin për të shkuar në mal. 22 maj, ditë e shtunë, edhe me orë mbaj mend, ishte ora 5:40 e pasdites, kur vajza luante me shoqjet para dyqanit. Qamilia ishte organizuar të merre me një grep, dhe ai grep u bë shkaku për zhdukjen e Bleonës, kujton Bukurie Mata me sytë e përlotur. Sipas dëshmisë së nënës, Qamilia, e cila në atë kohë ishte 17 vjeç, ishte afër me familjes ose vajza e xhaxhait të Bleonës, dhe e mori Bleonën së bashku me 5 vajzat të tjera më të rritura për të ngjitur në mal pa dijeninë e saj. Bukurie Mata thotë se vajzat, pasi e kthyen nga mali, pretenduan se kishin qenë duke ngrënë drek, dhe pse në fakt ishte pasdite. Sipas saj, ata ishin ngjitur rreth 20 minuta më lart në mal së bashku me vajzën e vogël. Ai kujton gjithashtu momentin kur familjarët nisën të kuptonin se diçka nuk shkonte. Ishte halla e Bleonës, e cila kishte telefonuar për ta pyetur nëse mbesa ishte kthyer në shtëpi. Menjëherë ata ishin lutur dhe futur kërkimeve. 800 veta kemi qenë në mal, i tërë fshati, gra, burra, fëmijë, të gjithë, kujton mamaja e Bleonës me policinë. E kishte telefonuar vetëm pas orës 23:00, kur vetë nuk mund ta gjinin të voglën. Megjithatë, pavarësisht kërkimeve, Bleona nuk u gjet kurrë. Nëna e saj shprehet se pas 16 vitesh ende nuk ka hequr dorë nga kërkimi për të bien, ndërsa frika e saj është se vajza mund të jetë nxjerrë jashtë vendit. Sipas saj, në të njëjtën ditë inauguroi edhe tuneli Kalimashit, çka mund të ketë lehtësuar lëvizjen e kufirit. Çfarë mendimi keni ju për të ngjarje? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re të kanalit tonë. Ju faleminderit.